Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sa të mira i ke buzët, Gjesti ngacmon Danjën. Pas Xhibanit, i cili e ka shprehur hapur pëlqimin e tij për Danjën, një tjetër banor ka tërhequr vëmendjen me një koment për të. Gjesti, i cili më herët ka qenë në qendër të diskutimeve për raportin e tij me Eglin, këtë herë ka bërë një deklaratë surprizuese për Danjën. Teksa dyshja po debatonte, Danja akuzoi Gjestin se ai ka flirtuar me të, duke i lëshuar fjalë gjatë një momenti kur ju afrua në divan. Në mbrojtje të tij, Gjesti mohoi akuzat duke thënë se thjesht i ka përcjell lojën. "Çfarë loje që më komentove buzët?" e pyeti Danja. Në një përgjigje surprizuese, Gjesti tha: "Buzët i ke të mira, por kurrë nuk t'i puth." Danja nuk nguroi të përgjigjej me ironi: "S'ke pikën e shansit." Kjo bisedë ka ndezur jetin ku shumë djegës po presin reagimin e Redit, i cili dihet që është në një romancë me Danjën.